Ndryshimet në kodin rrugor, veçanërisht masa që heq lejen e drejtimit për jetë për drejtuesit që kapen disa herë në timon të dehur, kundërshtohen nga Federata e Transportit, që thotë se këto amendime kaluan në parlament pa u konsultuar me grupet e interesit. Kodi është një diskriminim i plot që bëhet të rinjve shqiptar, të cilët nëse kapen me pak drogë ose me pak alkool për i moment caktuar ato të rinj janë, u hiqet leje, nëse kapen brenda 2 vjetëve 2 herë, u hiqet leje drejtimit, s'kan drejt marrin leje drejtimit në Shqipëri për gjithmonë. Ky është diskriminim, sepse gjithë bota dhe Gjermania, që është shteti më i ashpër në kodin rrugor, ka një rehabilitim pasi i kontrollon tek qendra e drogës dhe alkoolit, dhe nëse ato për 2 vjet janë të pastër, futen, rimarrin lejen e drejtimit. Në vend të masave drastike, Federata e Transportit dhe shoqata e autoshkollave kërkojnë më shumë edukim. Do të fillojmë edukimin rrugor, që nga kopshtet, shkollat dhe autoshkollat. Ne kemi autoshkollat pa formalizuar që deklarohen sipas dëshirës, sigurisht që këto do sjellin pasojë në rrugë, do sjellin aksidente, do sjellin probleme të tilla. Në Europë kemi një sfidë për të gjetur shoferë të mirë të kualifikuar. Për t'i tërhequr ata, na duhet të ndryshojmë mjedisin e punës. Të rinjt duhen inkurajuar, edukuar. Ndryshimet ligjore që kaluan në qershor në parlament parashikojnë masa ekstreme për drejtimin e mjetit nën efektin e pijeve alkolike. Sipas përcaktimeve të reja, shoferët e rinj nuk do të lejohen të konsumojnë asnjë sasi alkooli gjatë 2 viteve të para pas pajisjes me leje drejtimi. Për drejtuesit e tjerë të mjeteve aplikohet heqja e përjetshme e lejes së drejtimit në rastet kur ata janë përsëritës dhe kapen duke drejtuar automjetin me nivel alkooli mbi 0.5 gram për litër në gjak.